Në repartin e pediatrisë në Sarandë çdo ditë është në rritje numri vizitave. Pragu i stinës së dimrit ka shtuar rastet e prekjes nga viroza e stinës, sidomos ato që prekin rrugët e sipërme të frymarrjes. Në vlerësimin e shefes së pediatrisë Nilsa Shahini, situata mbetet e menaxhueshme, edhe pse numri vizitave në ditë shkon tani 30 deri në 40, ndërkohë që çdo ditë 3 deri në 5 fëmijë hospitalizohen, kryesisht të moshave 3, 5, 6 vjeç. Në këtë periudhë po dominojnë infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore, si laringitet, tonsilitet, rastet me virozë më të shpesh tani duar këmbë gojë, që përhapet më tepër tek moshat e kopshteve. Do të thënë moshat nga 3 vjeç deri në 5-6 vjeç. Laringitet janë goxha të shpeshta në këtë periudhë dhe reaktivizimi i bronkiteve azmatike, azmave bronkiale, përgjithsisht janë raste të menaxhueshme. Këshilla e parë që pediatria Shahini jep për prindrit që përballen me viroza në fëmijët e tyre është kujdesi për pastërti trupore të shtuar, hidratim dhe ushqyerje e mirë dhe deri përdorim të lavazhit me fiziologjik për moshat e vogla. Për prindrit rekomandoj më kryesorja higjiena, larja e duarve, për fëmijët e vegjël lavazhi i hundës me fiziologjik, larja e duarve si nga ana e prindëve si nga ana e fëmijëve, një hidratim shumë i mirë, domethënë ushqyerje sa më e mirë, lëngje që të rekuperojnë më shpejt pjesën e virozës. Gjithsesi, mjekja thotë se nuk ka arsye që prindrit alarmohen, ndërkohë që rekomandon referimin për çdo shqetësim te mjeku i familjes dhe pastaj te pediatri i shërbimit spitalor. Nuk ka pse të alarmohen, sigurisht për çdo shqetësim të referohen si mjekut të familjes, pastaj dhe pediatrit në shërbimin spitalor. Ndryshimi i shpeshtë i temperaturave në këtë javë të para të nëntorit llogaritet si faktor që nxit virozat stinore. E pritshme është që me hyrje në stinën e dimrit ato të jenë edhe më të shtuara. Kjo do të kërkojë më shumë vëmendje e kujdes të shtuar nga ana e prindërve dhe përgatitje të stafit mjekësor, për të qenë të përgatitur për situata më të ngarkuara me infeksione të stimuluara nga temperaturat dimërore.